financiarisht nuk paguhet me federatës. Jo. Aktualisht nuk paguhet kërkush nga federata. Grupi i vogël që jemi këtë vullnetar, e bojmë për të mirë sportit edhe për me rritë sport. Por a bën kjo më të vështirë, sepse kur mungon edhe motivimi financiar ne e dim këtë rëndësi. E bën shumë më të vështirë, po për fillim unë mendoj që është më mirë. Edhe vjen koha kur edhe ka më pagu dikush, po për momentin qoftë lojtarët, qoftë anëtarët të bordit, qoftë presidenti, qoftë sekretari, gjithë punë vullnetare edhe bojmë nga njerë hupëm edhe punën tonë aktuale që i kemë për me rritë rugby. Po pse Elton, ky buxheti që është i rregull nga ana e Ministrisë e Sportit, shkon për organizime dhe nuk mjafton që ndahen edhe paga për paktën figurat kryesore? Shumica mjeteve shkojnë në logjistik, në transport. Siç e dim tash, nëse kemi një lojë në Austri, duhet me u thunë në 20-30 veta. Edhe kemi vështirë. Na kemi bëu çmos edhe me u thunë mi ul shpenzimet me shku me autobus, gjë që është pak ma vështirë edhe për lojtar pastaj, kur u thon 15 orë, 20 orë në autobus. Po normal, buxheti është i mjaftueshëm vetëm për kaq, po janë edhe disa rregullore që nuk i drejt më shumë se 2 antar, s'gaboj, nga ministria mu pagu. Po normal, vjen koha për këtë pjesë, besoj.